Allahu xhaleshanu po thotë ja ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa. O ju që keni besuar, hini në Islam të tërësishëm. Hini në Islam krejt, kap në Islamin si tërësi. Do me thonë, mëse merë në Islamin, vesh ku për jo pëlqen. Islamin, vesh më falë mërë në gjami, se është gjami, se unë e bëj jetën qysh duhet. Unë e vesh në qysh duhet, vesh në namaz, a mo jash namazit, unë e vesha qysh e lypë. Të rejndit qysh e lypë. Mëra o halal, o haram, kujna për interesant. Unë e japi sa do në xhamia, mo çu e fitoj pasurinë për jashtë, a mos më intereson. Ja, hini në Islam të tërësishëm. Ka pe Islamin, kërkush si jemi 100%, po në atë aspektin mu mundu Islamin jo me kop vesh ku po na pëlqen. Mu kop për do nafile, mu kop për do sunete, mi lon plot do obligime, mëdhaja. Ose mi kop do obligime, mi lon do tjera krejt. Po tham prap, 100% s'kena mujt më kon, mirë po me ditë që Islami nuk u vesh një aspekt i ngushtë, po Islami është plan program jete. E tani sa të muna ka mundu me përtheku, dikon ashta më rri përqindjen ma të nolë, dikon ma poshtë, mirë po jo vesh mi kop 2-3 sene prej Islamit, sene tjera, mës më na interesu. Hini në Islam të tërësishëm, wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, e mos i pasoni hapat e shejtanit. Jo rrugën e shejtanit, hapat e shejtanit. Sa i strategi keq, strategi mirë për me bo keq, për në të keqen. A i slashten me njëherë në të keqen. Po vesh pak që to, vesh pak që ato, vesh pak, hajtë se zbohet, no me hajtë që to, hajtë, hap pas hopin në qenë atje ku dënaj. Mësi pasani hopat e shejtanit, pse mësë mi pasu? Sepse me të vërtet ajo është armiki juaj i hopër, armiki qartë, ashiqare. Mësë menani, hajde se dhe njëri nashta na e far armiku, qysh po të fole, qysh po të mashtran të menu që e ki meka, mo a i dijet ashiqare, kret njerëzit e din që është armik i qartë i njeriut. Pra kjo ajet për në mësën që me hinë në Islam të tërësishëm, kjo thire Allah Gjeleshanu po lypë që na më konë besimtar, me kap Islamin si tërësi, edhe mos me ndjek hapat e shejtanit.